Çdo luftë, çdo grindje, por edhe çdo sherr nuk fillon kot dhe duhet të dini që ka një kosto. Po I rikthehen për herë të dytë dhe ndoshta për herë të fundit sherrit midis Angela Martinit dhe Oni Sebelliut. Ne jemi kanali varfër, kështu që ndjekim siglën. Okej, pra po thoja që për çdo sherr dikur thuhej që shela fam. Kjo ka qenë një batut e vjetër edhe shumë e përdorur madje edhe në filmin, edhe pse frëngjisht, edhe në filmin Kapedani. Shoferi taksisti thot xhaxha shela fam, që në frëngjisht do të thot kërkoni femrën, sepse gjithmonë pas një sherri të madh, thuhet që është një shprehje Napoleon Bonapartit, ai thonte kërkoni femrën sepse sebepi I sherrit është femra. Dhe në fakt në sherrin e madh që ka lindur është një femër në mes. Angela Martini. Unë jam shkodrane tha dhe nuk I lë këto gjëra që të hikin. Nga ana tjetër, kemi për skuadra e Shkodrës, nga ana tjetër Oni Sebelliu me origjinë nga Skrapari. Pra kemi një ndeshje midis Shkodrës dhe Skraparit. Mendojeni si ndeshje futbolli. Por ky sherr ka një kosto? Sa kushton?